Horoskopi ditor e premte 6 shkurt 2026. Dashi, nuk do të mungojnë kënaqësitë në punë si dhe mundësitë për të përmirësuar situatën aktuale. Sigurisht të qenurit pozitiv ndaj botës jashtme dhe punës tuaj do t'ju ndihmojë të arrini objektivat tuaja pa hasur në vështirësi. Demi, përqendrohuni në dhuratat që duhet të bëni ndaj njerëzve tuaj të dashur pasi keni disa për të bërë. Sharmi juaj gjatë kësaj dite do të jetë i papar, duke tërhequr shumë njerëz rreth vetes. Binjakët, hieshia juaj do të shtohet ditë pas dite. Në sferën e ndjenjave do të shihoni një situatë mëse të favorshme ku nuk do të mungojnë mundësitë e mira dhe atmosfera e këndshme. Gaforia, gjatë kësaj dite nuk do t'i keni shumë nën kontroll situatat tuaja në punë. Vetbesimi i tepruar mund t'ju prish punë, prandaj duhet të bëni kujdes. Luani, nëse dikush ju jep ndihmë, pranojeni pasi nuk do t'ju bëj keq. Do të jeni të prirur që gjatë kësaj dite t'u kushtoni më shumë vëmendje çështjeve sentimentale, por bëni mirë të mos humni plotësisht pas tyre pasi mund t'ju dalin nga kontrolli situata të tjera. Virgjëresha, do të ekzistojnë mundësi për të patur takime të kënaqshme në fushën e ndjenjave. Në dashuri, do të dini si të bëni për vete të tjerët dhe sharmi juaj do të jetë i papar. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sferën profesionale. Peshorja, situatat rreth jush do të ndryshojnë drejtim krejt papritur që mund t'ju çojë në humbje në ndonjë projekti. Do të pësoni një lloj ngadalësimi, por për të shmangur keqkuptimet, mundohuni të mos hutoheni, duke çuar deri në fund objektivin tuaj. Akrepi, mos u shqetësoni për keqkuptime të mundshme në dashuri, nëse e keni lindur në ditët e fundit të muajit. Si në sferën sentimentale, sociale dhe profesionale, nuk do t'ju duhet të prisni shumë për të arritur synimet tuaja. Shigjetari, Mërkuri do të jetë i pranishëm në shenjën tuaj, thithet një ajër i ri në sferën profesionale për të gjithë të lindurit e kësaj shenje. Pritet rritje e mëtejshme përgjegjësie. Bricjapi, gjatë kësaj dite, ndjenjat tuaja gjatë kësaj dite, ndjenjat tuaja ndonse të fshehura mirë do të dalin hapur, sidomos gjatë një eventi ku do të dalë në dritë mënyra se si do të jeni në të vërtetë. Në dashuri do të jetoni momente mbreslënse, por vetëm nëse do ta lini veten të lirë. Ujori, nëse i kushtoni shumë vëmendje anës ekonomike gjatë kësaj dite, nuk do të sajoni asgjë të mirë. Fshini ankthin dhe frikën tuaj pasi në të kundërt mund të humbisni forcën dhe kapacitetin që keni. Peshqit, ju leverdis të shtyni aktivitete të rëndësishme dhe të pushoni më gjatë. Rrezikoni të merrni vendime të parakohshme dhe do të jeni të detyruar që të ktheheni mbas, sidomos nëse e keni lindur në ditët e fundit të kësaj shenje.